Sot do t'ju tregoj një model të frikshëm të mashtrimit të demokratëve të Amerikës, që po zbulohet në kohë reale dhe modeli i mashtrimit do të bëhet i qartë shumë shpejt. Pse Epstein punonte kaq ngushtë me Bill dhe Hillary Clinton? A është kjo ajo që i bëri ata jashtëzakonisht të pasur dhe të paprekshëm për kaq shumë vite? Gjithashtu, kush po financon trazirat dhe shkatërimin e Shteteve të Bashkuara? Si dhe pse Kash Patel e ka kaq të vështirë të bëjë arrestime? Do të trajtojmë pak edhe mashtrimin somalez dhe si u organizua qëllimisht për të shkatëruar Amerikën. Do të ishte modeli i shkatërimit financiar, që do të implementohej me zgjedhjes së Kamala Harris. Ish presidenti Bill Clinton, ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton, kanë luftuar me mish dhe me shpirt për të shmangur dëshminë publike për lidhjen e tyre të thellë me Jeffrey Epstein. Por pas kërcënimit me arrestim dhe burgosje, ata thonë se janë të gatshëm të dëshmojnë, por e duan seancën dëgjimore në Kongres me dyert të mbyllura. Nuk duan kamera, video, as audio. Nuk duan që ajo që do të thonë të rrjedh në publik. Çfarë po fshehin këta njerëz? Pse po bëjnë një luftë kaq publike për të mos folur hapur për lidhjet e tyre me Epstein dhe shumë çështje të tjera? Përfaqësuesi i Kongresit e bëri shumë të qartë se çdo gjë që thuhet do të publikohet. Ai e tha këtë mbrëm në Newsmax. Në lidhje me faktin do u bëhen pyetje shumë të qarta dhe problem është se çifti Clinton nuk do të dëshmojë për atë që ata të dy dinë. Pra, kjo është arsyeja që vendosin kushte. Clintonët po thonë: duam këtë kusht, duam atë kusht, duam kufizime. Në një moment kërkuar të dëshmonin vetëm për 1 orë, më pas për 4 orë gjithsej. Të gjitha këto janë spërdredhje të çiftit dhe as nuk merren parasysh. As nuk diskutohen më nga Kongresi. Hillary do të dëshmojë më 26 shkurt, ditë e enjte. Më e rëndësishmja, ajo për të cilën do ta pyesim vërtet ishte sekretaren Hillary Clinton është Fondacioni Clinton. Dhe për personin karburat për fondacionin që duket të ketë qenë Jeffrey Epstein. Çfarë i lidhte këta njerëz? Çfarë fsheh kjo lidhje? Njerëz si Epstein nuk bëjnë asgjë, sepse janë djem të mirë, por sepse shikojnë mundësi përfitimi. Dhe kështu mendoj se ky do të jetë paralajmërimi i parë për Clintonët. Ish sekretarja e shtetit do të pyetet për shembull: çfarë kërkuat nga Jeffrey Epstein të ofronte? Ua ofroi Epstein atë që i kërkuat? Dhe nëse po, në këmbim të çfarë gjëje? Çfarë aksesi i dhat Epsteinit? Dhe vetëm kjo linjë pyetjesh mund të zgjasë seancën gjithë ditën. Por, nuk jam i sigurt nëse do të jenë në gjendje ta pyesin dhe të marrin përgjigje adekuate ditën që ajo ka planifikuar të dëshmojë. Dëgjoni me kujdes. Kur Clintonët u larguan nga shtëpia e bardhë, ata ishin praktikisht të rënuar financiarisht, deri në atë pikë sa vodhën mobilje nga shtëpia e bardhë, sepse Billi u detyrua të paguante një vendim gjyqi për $900,000 për ngacmim seksual. Mendoni që Clintonët do të përpiqen të shmangin çdo lidhje me Epstein? Apo mendoni se gjithë kjo varet nga lëvizjet financiare të Fondacioni Clinton? Pasi është fakt se nga asgjëja, fondacioni kaloi në një skemë absolutisht masive fondesh pa i toplej, ajo që krijoi pasurinë që kanë sot Clintonët buron nga lidhja me Epstein. Lidhja e tyre me Epstein daton që nga fillimi i kandidimit të tyre, por pas presidencës u thellua, pasi Clintonët ishin të falimentuar financiarisht. Nga ana tjetër, Epsteini e pa ish presidentin Clinton si një mundësi për 3 gjëra, për të cilat edhe do të pyetet në Kongres. Së pari, për shturjen. Mendoj se është shumë e qartë se ka diçka të tmerrshme që ndodhte me të mitura, femra dhe viktima të gjitha llojeve në vilat e Epstein, ku gjendej Clinton. Ndaj mendoj se do të jetë edhe fokusi i pyetjeve për Bill Clinton. Por fusha e dytë është sigurisht financa. Epstein supozohet të jetë giganti financiar. Dhe, me qëra fjala, askush nuk duket se e di vërtet se si u bë Epstein gigant financiar. Është një lloj misteri, si ndodhi kjo, por ka edhe disa njerëz të veçantë në të kaluarën e tij, siç ishte babai i Bill Barr, i cili e çoi në një shkollë dhe kjo e vendosi në një trajektore njerëzish me influenca. E treta është sigurisht ndikimi global, që është diçka përtej parave, përtej investimeve. Çfarë aksesi i ofroi presidenti Clinton me emrin dhe statusin e tij të mëparshëm si president Epsteinit? Çfarë prestigji, statusi dhe aksesi i dha Bill Clinton Epsteinit? Dhe është e qartë që Clintoni i ka dhënë shumë, sepse nëse shikoni email-et, që edhe unë nuk i kam parë dot të gjitha ende, është shumë e qartë se kishte një marrëdhënie të bazuar në përfitim të ndërsjellë dhe ky përfitim ishte në dhënien e aksesit Epsteinit, atje ku nuk e kishte. Pra, këto janë 3 fushat për të cilat mendoj se do ta vënë në dyshim Bill Clintonin pasi të takohen me të premten, më 27 shkurt, në Kongresin Amerikan. Por vlen të kujtojmë këtu se Jeffrey Epstein është dokumentuar të ketë vizituar Bill Clintonin në shtëpinë e bardhë 17 herë. Çfarë ishte kjo marrëdhënie midis Epstein dhe Clinton që ai u ftua në zyrën ovale?
në shtëpinë e bardhë kaq shumë herë? Epstein ndërhyn dhe papritmas Clintonët vlen $100 miliona, dhe këto janë shuma monetare të dyshimta. Hillary Clinton ka publikuar këtë letër të ashpër për Kongresin, ku thotë: "Nëse doni të luftoni në mënyrë të pistë, Clintonët dinë si të luftojnë në mënyrë të pistë. Nëse doni ta bëni këtë publike, ne do ta bëjmë luftën publike." Ku do të shkojë ky lloj qëndrimi dhe sa do të rezistojë Hillary me këtë lloj reagimi? Por edhe mund që luan thjesht blofin, teksa nuk i ka mbetur asnjë kartë në dorë. Mendoj se Clintonët u përpoqën të shmangnin thirrjen në gjyq duke menduar se demokratët do i mbështesnin. Por populli i majt, demokratët nuk i mbështetën. Mendoj se demokratët e kuptuan që kishte një mori sjelljesh korruptive në emrin e tyre, dhe jo vetëm kaq. Duhet të themi se nuk janë pak demokratët që po shkojnë drejt Trumpit, me këto që po mësojnë për Clintonët dhe të tjerët. Të gjithë demokratët e dinë se çfarë imazh katastrofik do të jetë marrja në pyetje e Clintonëve për të majtën amerikane. Por mos harrojmë se Clintonët janë diabolik në sa jesa pislëqesh, janë edhe shumë të këqij. Dr. Herb London ka thënë dikur: "U gjenda në një sallë me Hillaryn, ajo reflektonte ligësi. Prania e saj ishte negative. Dhe pa e tepruar, mund të themi se çifti Clinton nuk ka ku shkon. Dhe mund ta imagjinojmë veçanërisht Hillaryn, të shfaqet në Kongres dhe të fillojë nga ngërdheshjet, nga të qeshurat e pakontrolluara, por edhe nga histeria. Hillary nuk është e përmbajtur si Billi. Mendoni si do të tërbohet Hillary kur t'i thonë je duke dhënë dëshmi të rreme." Dhe presidenti Trump tha se i dhemte të shikonte Bill Clintonin të kalonte në këtë torturë pyetjesh. Por Hillary Clinton është një grua e keqe, tha Trump, teksa shfaqte kënaqësi që ajo të kalonte nga gjotina e pyetjeve. Dhe e kemi dëgjuar Trumpin ta thotë disa herë këtë në këto 10 vite. Ndërkohë drejtues të lartë të administratës Trump besojnë absolutisht se sulmet në Seattle, Los Angeles, Minneapolis bëhen nga aktorë të këqij, të paguar dhe të koordinuar. Si dhe koka e tyre reale janë dyshet Clinton dhe Soros. Por duke parë të gjitha këto, amerikanët pyesin veten: kur do të fillojnë të bëhen arrestimet e kokave? Qeveria ka fuqi të jashtëzakonshme në lidhje me ndjekjen, ruajtjen dhe kuptimin e asaj se ku shkojnë financat, parat. Ndonjëherë duhet pak kohë, por qeveria amerikane mund t'i kuptojnë dhe kap shumë shpejt rastet. Nuk e di nëse është mungesë agresiviteti, apo mungesa e të kuptuarit nga FBI, por po ece disi ngadalë. Do të duhet të kishim arrestime deri më tani, nëse do të vendosnin që ta bënin. Republikanët ka një vit në administrat. Duhet të kishin arrestuar dik dhe do ta kishin përdorur arrestim për të nxitur operacione të tjera. Megjithatë, avokatët rreth FBI-s duan që kur marrin një çështje, të sigurohen që do ta fitojnë, sepse thjesht të provosh diçka nuk do të thotë që mund ta çosh në gjykatë dhe ta fitosh çështjen. Që do të thotë çështja duhet të jetë e kopsitur mirë. E megjithatë, brenda një viti FBI dhe agjenci suportuese kanë arrestuar qindra pedofil, kanë liruar dhjetëra mijëra fëmijë, kanë qenë në gjendje të gjurmojnë mbi 100.000 fëmijë të zhdukur. Ndaj puna e bërë brenda dhe jashtë Amerikës është voluminoze dhe prapa bëmave ka demokrat pa fund, me disa persona që janë kokat e tyre. Dhe po të kalojmë për pak qaste në Minnesota, demokratët e Hillary dhe Billit, Kamalas dhe Pelosit, lejonin që $700 milion të dilnin nga Amerika dhe me një pjesë të atyre parave financohej terrorizmi. Nëse këto $700 milion të taksapaguesve do të qëndronin në Amerikë, ndoshta nuk do u duhej amerikanëve që 82% e somalezëve të merrnin ndihmë sociale. Kjo ishte e majta e Billit dhe e Hillaryt. Punonte amerikani, parazitonte dhe jetonte somalezi dhe të tjerë të ngjashëm. Dhe kjo ka qenë e qëllimshme. Disa anëtar të klasës së lartë politike, Deep State, sido që ta quani, kanë qenë të gjithë dakord me këtë. Ja dhe një fakt që ndoshta nuk e dini. Rezerva Federale ka një program për të transferuar para nga Shtetet e Bashkuara në vende të huaja për individët, pa asnjë pengesë dhe pa asnjë arsyetim. Ekziston një klasë e caktuar burokratësh pra, që nuk u intereson Amerika dhe janë të lidhur drejt për drejt me Partinë Demokratike, e cila ka krijuar ligje dhe kushte që këto gjëra të ndodhin. Dhe nuk kanë asnjë shqetësim për faktin se amerikani paguan taksa, tarifa, fatura. Dhe ç'është më e keqja, Elon Musk tha se afro $600 miliard në vit që dilnin nga Amerika. As nuk po i gjurmonin se ku shkonin. Arsyeja pse shumë çështje i kanë lënë zbuluar dhe nuk kanë qenë të sofistikuar. Ka qenë fakti se demokratët nuk e prisnin kurrë që të fitonte Trumpi. Teksa do të kishin Kamalen presidente, çifti Clinton do të bënte si të donte së bashku me të gjithë Deep State-in, siç bëni me Biden. Por asgjë nuk rezultoi siç e donin. Krejt e kundërta ndodhi. Trumpi i ka qoroditur dhe çorientuar krejt.
Dhe një çështje tjetër që trondi të majtët dhe Clintonët janë zgjedhjet e manipuluara të vitit 2020. Në Gjorgjia u shpenzua miliona dollar për të fshehur dhe bllokuar sistemet zgjedhore. E-mailet, fletët e votimit dhe makinat e votimit. Miliona vota të manipuluara. Pavarësisht se bordi i tyre zgjedhor pranoi publikisht 380.000 imazhe të fletëve të votimit që mungojnë. 300.000 fletë votimi pa verifikim në nënshkrimi. Një gjyqtar i dha FBR-s autoritetin për të hyrë, për të marrë makinat, për të marrë e-mailet, për të marrë sistemet, për gjithçka. E majta po të merohet që presidenti i Shteteve të Bashkuara i ka caktuar Tulsi Gabbard të mbikëqyrë votimet. Demokratët po thonë se kjo është e paligjshme dhe duan ta bllokojnë. Dhe njoftuan se do padisin presidentin Trump lidhur me çështjen. Pse kaq shumë përpjekje për të mbuluar atë që ata e quajnë zgjedhje apo votime perfekte? Sepse janë zgjedhje mashtrimi dhe është vërtetuar se në 5 shtete manipulimi dhe mashtrimi të faktuar: Pennsylvania, Wisconsin, Detroit, Michigan, Gjorgjia. Ajo për të cilën Clintonët shqetësohen është se ka objekte të disponueshme. Janë makinat e votimit. Dhe sigurisht, objekti tjetër janë fletët e votimit. Kur të bëhet ballafaqimi i fletëve të votimit me makinat e votimit, nuk do të ketë përputhje. Përrjedhoj do të ketë ndjekje penale, dëshkime, arrestime, gjyqe dhe ligji do të jetë makthi i demokratëve. Për Clintonët duket se gjithçka është e mbyllur. Këto janë vetëm shfaqja e Clintonëve në publik me detyrim, për diskreditim dhe në përmbushje të procedurave. Dënimin e kanë prapa kokës. Koha e tyre mbaroi. Dhe nuk do të jenë të vetmit. Është e gjatë lista me persona brenda Amerikës dhe jashtë saj në shtete të tjera. Të gjithë kundër Amerikës dhe amerikanëve. Kjo që ka filluar nuk ka për të ndalur. Mast Channel. Please subscribe.